Mirëmëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi së bashku në këtë ditë të hënë në fakt dhe këtë javë do ta nisim ndryshe. Jo si çdo javë tjetër ku puntata nis me mesazhe dhe telefonata, por këtë javë kemi vendosur ta nisim vetëm me mesazhe, duke qenë se kemi aq shumë mesazhe në inbox, puntatën do t'ja dedikojmë plotësisht mesazheve tuaja, në mënyrë që dhe ju të merrni parashikimet tuaja, edhe pse marrim pak kohë në fakt dhe mbase mund të duket sikur na shkalohen mesazhet, por në fakt jo, të gjitha do të lexohen, ju do të merrni të gjitha përgjigjet tuaja për secilën prej mesazheve që dërgohet, thjesht duhet prisni në momente të tilla si puntate të dedikuara apo gërshetim dhe integrim ndërmjet puntatave të tjera midis mesazheve dhe telefonatave gjithashtu. Duke ju uruar një fillim jave sa më të mbar, sot pra do të kemi pikërisht një lexim të hartave tuaja astrologjike. Për këtë do të më ndihmojë astrologu ynë Jorgo Pulla. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi, ditë të mbar, javë të mbar për çdo aspekt. Dhe ka për qenë e mbar, sepse po të vëmë re, dita e hënë është ditë e rëndësishme në lidhje me takime pune, lidhje me bisedime që mund bëhen. Por edhe javë që ka mundësi të arta në çështjet që kanë bëjnë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhe shumë me financat, dhe është një moment mjaft pozitiv. Sidomos shenjat e zjarrit janë shumë të ndikuar pozitivisht, siç është shenja e dashit, siç është shenja e luanit, por dhe të shigjetarit. Këto tre shenja kanë mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve ose të problematikave që ata kanë. Në lidhje me punën, për shembull, dashi ka punën dhe disa çështje të lëna pezu ose disa oferta të lëna pezu, ju rregullohen. Nga kjo e hënë, do shikojnë vetë ata deri nga fundi i marsit, ku çdo gjë është e rregulluar. Kurse Luani ka dashurinë ka pasur probleme dhe të traditës të shenjës së Luanit, duket se do gjejë një zgjidhje pikërisht tani në këtë periudhë. Duke pasur parasysh edhe me ndryshimin, sepse ka të bëjë shumë pikërisht kjo e hënë, duket se me ndikimin e hënës në trekëndës që bën me Saturnin dhe Mërkurin, u jep mundësi në lidhje me çështjet që ata kanë ose persona të tretë që ndikohen në këtë aspekt. Por kjo nuk do të thotë se është problem, nuk do të thotë se ka të bëjë me gjëra të ndryshme që mund të kenë në fushën e karrierës së tyre, por dashuria është baza për sa përket luanëve. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët kanë mundësinë, kanë kohën, kanë momentin. Gjuri furi, ja ne kemi thënë se shigjetarët lëvizin shumë, kanë udhëtimet bazë të tyre dhe lidhje serioze, shkëmbim unazash, hapjen e rrethit shoqëror të dashur ose të dashurit që të njihen më tepër dhe të lidhen, të kenë një njohje dhe të kalojnë në anën tjetër familje, pra kanë ndikime shumë të mira. Pra dita e hënë është dita e rëndësisë së veçantë në gjëra të mëdha. Të falenderoj Jorgo, do të ndjekim siglën dhe rikthehemi më njëherë në studio për të vijuar me mesazhet. Do të fillojmë pa humbur kohë me mesazhin e parë. Kemi datëlindjen. Atëherë, mirë dita, ju uroj një muaj të bukur, si lulet e pranverës, jeni thot shumë të mirë që të dy, dua të di kur do të marrë certifikatën e shtëpisë. Atëherë, e ka bërë që në vitin 2016 aplikimin dhe pres VKM, thot, kam lindur në 22 i 4-ti, 69, po, ora 9 e darkës. Kënaqësi kur kemi dhe orën. Ora 21, po. Ju përshëndes nga Shkodra, ju përshëndesim dhe ne gjithashtu. Një muaj të mbarë për të gjithë ju. E ka për qenë të garantoj 1.000.000% në këtë drejtim, se demi dhe të humbasë, po s'ka shansë, se këtë botë jonë, po nuk e di unë. Atëre, certifikata e shtëpisë. Në lidhje me certifikatën e nderuar, kemi të bëjmë shumë, sepse nga ndonjëherë neve japim dhe mundësinë që të kuptojnë dhe njerëzit në fushën astrologjisë, ku renditen planetet, edhe pse nga ndonjëherë vonohen, por nga ndonjëherë dhe rregullohen. Këtu kemi një ndikim mjaft pozitiv. Ja pra ku kemi këtu, sepse këtu kemi ditën e martë që keni lindur, dhe kjo ju jep mundësinë. Po të shikojmë shumë planete që ndodhin në shenjën po ta shikoni vetë Virgjëreshës, ja ku jeni këtu, kemi shumë planete këtu. Dhe këto planete të japin mundësinë, kohën e duhur, në një person i tretë, nuk e di arsyeën pse ka ndodhur kjo vonesë, por përgatituni se ky vit është viti më pozitiv i dokumentacioneve, i gjërave të mëdha që do të keni, edhe do të më kujtoni se ka diçka shumë të madhe, sepse të lidhet tek pasuria.
Jupiteri lidhet me pasurinë, Plutoni gjithashtu ka të bëjë me pasurinë e paluajtshme dhe gjëra të tjera do të ndikojnë. Por meqense të lindur ditë Marte dhe meqense ascendentja juaj është shigjetari, do të thotë rëndësi që do të jepni asaj që juve keni dhe nuk humbisni kurrë. Dhe nga ana familjes meqense merrni nga ana e babait për arsye të jyshve, kanë ndikime shumë të mëdha deri në 3 breza, që ndikohet direkt, por gjithsesi, periudha që ndodhin fenomenet në lidhje me çështjet e pasurisë paluajtshme është koha më e mirë. Por kur është koha më Jorgo, do të thosh se po bëj nga 2016, po vetëm gati 10 vjet. Atëherë, sepse duhet ta keni, kjo ka ndikuar në verën e 2016 mbas e keni bërë maj qershor. Çfarë tillë. Por kjo do të thotë që mundësitë dhe momentet e duhura që juve keni e nderuar është që nga fundi i prillit deri në muajin korrik, prill, maj, qershor, korrik, janë 4 muaj shumë të rëndësishëm për sa përket zgjidhjes së këtij problemi. Kur mund të bëni fillimet e bisedimet? Është pikërisht ky muaj. Ky muaj është mjaft pozitiv, është mjaft i rëndësishëm nga ana e pasurisë paluajtshme, të komunikimeve, të gjërave që do të keni. Juve jeni mjaft të drejtë për së drejti, sepse kur beson në vetveten tënde, në familjen tënde, është diçka shumë e madhe që ndodh dhe është e realizueshme. Pra, ajo që mund t'ju them, me bindje keni fillimin e 6 muajorit të dytë dhe në mes të 6 muajorit të parë, ku do të keni fitime në lidhje me ndikimet e mëdha që kanë bërë me dokumentacione. Në anë të tjera, nuk keni pse të më shqetësoni fare, përkundrazi të më gëzojeni. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Atëherë një nën pyet për vajzën e saj, kemi datëlindjen 6/12, 6 dhjetor pra, viti 2000. Ora e lindjes 12:00. 12 e natës? E drekës. Ditë e martë. Po. Ja ta vërtetojmë. Atëherë, ta bëjmë, ma thuaj edhe një herë? 6 dhjetor 2000. Po. Ora e lindjes 12, ditë e martë. Okej. Atëherë. Për shëndetin, për punën dhe si do t'jetë viti 2026. Në lidhje, ja, një sekundë të lutem. Ora 12, një sekundë. Si do jetë viti? 2026 dhe gjithashtu për shëndetin dhe për punën. Çfarë mund të themi për këtë datëlindje? Atëherë, në lidhje me punën, marrim punën si pikë reference. Në çështjet që kanë të bëjnë me punën, do keni disa ndryshime. Këto ndryshimet nga njerë vinë edhe si efekt, për shembull nuk më pëlqen një punë mua për arsye të ndryshme, takimesh, bisedimesh, gjëra kësaj natyre, por vjen momenti për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi. Dhe ajo çka do të kenë, do vinë një moment, sepse kur kemi çështje të mëdha që lidhen me ekonominë, kemi me sjelljen e binjak, si do thotë kuptimi dhe puna dhe arritja që ka të bënë, ose në lidhje me besimin e vetvetes tënde, që ti je e aftë dhe për të arritur qëllimit, në ato që ke vënë pikëqëllimet të tua. Në rasti konkret, po, e kemi këtë mundësi, por edhe pse do ke ndryshime që vinë drejt kësaj datëlindje, duket se shigjetarët dhe diçit të dytë u jepet mundësia për sa i përket çështjeve ekonomike-financiare ose në lidhje me biznesin, ndryshim biznesi, nëse jeni në punë private kanë biznes, do të ndryshojnë komplet strukturën e tyre, që kjo ndodh në muajin maj e tutje, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv dhe tepër ideal në zhvillime, në ndryshime dhe tepër ndikime shumë të mëdha në lidhje me këto gjëra që ka të bëjnë. Por meqense afër dita në Britsjap u jep mundësi ekonomike për shtim biznesi ose investim në biznes që ata do bëjnë dhe kjo është një mundësi shumë e mirë. Koha me përshtatshme, nëse do të bëjnë ndryshime të mëdha që vinë rreth këtyre gjërave, do të thotë që ka të bëjnë shumë në muajin maj, shtator, dhjetor. Maj, shtator, dhjetor është koha më ideale, është koha më e mirë e mundshme e që ndonjëherë në gjërat që doni të bëni dhe kërkoni, sepse gjithashtu kemi kohën më të përshtatshme për gjërat të mëdha që bëhen dhe për periudhën kur ndodhin fenomenet, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por ka vend për të gëzuar në gjërat që do të bëjnë. Të falenderoj Jorgo, kalojmë tek një tjetër mesazh.
Mirëmëngjes, ju ndjek çdo ditë thot. Jeni shumë të mirë, në fakt ku ka më mirë se ta nisësh javën, por njëkohësisht dhe mëngjese me këto fjalë të Është kënaqësi. po, është vlerësim për ne në fakt. Kur thonë që na ndjekin çdo ditë dhe janë të kënaqur me punën që ne bëjmë. Kështu që për djalin dëshiron të di përshëndetin për punën dhe për vitin 2026. Kemi datëlindje 19 dhjetor Po, 2006. po. Shëndeti, puna dhe viti 2026. Çfarë do të themi për këtë datëlindje? Atëherë. Kemi orëlindje? Nuk kemi orëlindje. Atëherë kemi ka lindur ditë marte në lidhje me 2026. 2006? Po. Atëherë, do të themi që nga kjo javë, nga kjo e hanë, deri javën tjetër, që ka indikim shumë të mirë, në lidhje me takime, lidhje me vendime të rëndësishme që vinë, sepse duke pasur parasysh edhe për kohën, edhe për momentin, që gjërat janë ndikuese, janë pozitive, nga tani, po thuaj se deri më datën 23, mbajini mend, 23 të këtij muaj ka indikim shumë të mirë në ekonomi, stabilizime, ndryshime të mira në lidhje me punën, edhe pse është akoma kërkon marrë vendime të rëndësishme, është herët akoma që të themi që po kjo i përket edhe duhet të merret me këtë punë, sepse lidhet me shumë gjëra, jo vetëm me punën, por lidhet edhe me ndryshimet që do ketë. Do vi një moment ka gjasa jashtë vendit me njerëz që ka me kushurimi njerëzit e afërt të veta që kanë mundësi që mund ta rregullojë, të stabilizojë gjë të tilla. Dhe është mundësia, është momenti i duhur mbi ndryshimet dhe takimet që bëhen. Koha më përshtatshme që të bëjnë këto ndryshime duket se muaj kemi tani nga fundi 23-24 që fillon ndikimi i madh i vitit të ri astrologjik, ku na jep mundësinë dhe kohën për të marrë vendime, se aty është pikë referencë, pikë nisja e gjërave të mëdha që do ndryshojnë shumë gjëra në jetën tonë, do ndryshojnë shumë gjëra deri në 2039, po flasim tani. Dhe kjo periudhë është mjaft e mirë, 6 mujori pari këtij viti. Për këtë shenjë kanë ndikimin dhe mundësinë e artë përsa përket zhvillimeve dhe ndryshimeve që ata do kenë. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për arsye të punës, për arsye të karrierës, për arsye të gjërave të mëdha që vinë, sepse një nga momentet dhe gjërat kyç që juve keni është ajo e zhvillimeve dhe të ndryshimeve të mëdha që vinë drejt jush, dhe kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër ideale në vazhdimsi. Megjithatë, edhe pse me pak vështirësi ka nisur gjërat, sepse gjithmonë njerëz jemi dhe gabojmë, mund nisim një punë, të bëjmë diçka, por kjo periudhë është mjaft e mirë. Sidomos maj, shtator është koha më perfekte, sepse atëherë është periudha që ndodhin, është momenti që juve do të arrini qëllimin tuaj për çështjet që juve ju intereson. Prandaj nuk ka vend për të munduar shumë për mërzitjen për gjërat vogla, nuk ka shanse sepse është koha më e mirë e mundshme tani. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Atëherë kemi 2 datëlindje kësaj radhe, kemi bashkëshortin dhe bashkëshorten kemi një çift pra. Përshëndetje, dëshiroj të më shikoni datëlindje 22/6, 71, 22/6, 71, është bashkëshorti. 71. Po. Po. Dhe 18, datëlindja tjetër pra. Është 7, më thëni? E një. Jo, datëlindja tjetër. 18 i 7, 74. Atëherë 18 i 7, 74. Si do t'jetë viti 2026 pyet? po. Në lidhje me shëndetin, në lidhje me familjen, si do jetë ecuria pra? Një parashikim të përgjithshëm. Njëkohësisht dhe specifik në këto 2-3 pika të përmendura. Po. Atëherë, këtë jemi koshient me njerëzit. 22 qershor 71 Po, dhe 18 korrik 74. po. Për viti- 71 është bashkëshorti, 74 bashkëshortja. Okej. Fillojmë tek bashkëshorti.
kemi dhe themi, bashkëshorti Pasalino ditë marte, sepse lidhet shumë dhe riskun e shtëpisë e pasa bashkëshortja. Nga njerë shiko, ndodhën disa gjëra, riskun ka të dy familje, bashkërtor, po. Ajo që është më tepër e dhënë në familje, gjithmonë është gruaja dhe atë gjëra që bëjnë, gjëra që rregullohen, është bashkërtorët gjithmonë në familjen. Por nga ndonjëherë risku do që shikojnë sepse mashkulli për shembull mund të prishë më tepër se ç'duhet ose bashkëshorta mund të ketë gjëra tjera që mund të ndikojnë. Por në rastin konkret kemi ndikimi planetar që jep mundësinë, kohën në këtë aspekt kemi. Po të vëmë re, marrim bashkëshorti. Bashkëshorti po të shikojmë të dhënat që kanë të bëjnë, ja për ku jemi këtu, është ndikimi i bashkëshortit, ja ku jemi me ndikimet që kanë të bëjnë dhe mundësinë. Kemi ndikimin e punës, të karierës, të marrje vendime të rëndësishme që vinë nga ana tyre. Kemi hënën në binjak me ndikimin e Afroditës, sepse Afrodita në binjak, por Saturni në krahun tjetër është në binjak. Dhe jep disa kënde, disa ndryshime të mëdha në këtë aspekt. Por, për le të shikojmë të bashkëshortes, pse që kanë kaq të ndikuar, ose më saktë, kaq të dhënë mbas çështjeve që lidhen në këtë aspekt, atëherë, këtu kemi një ndikim mjaft pozitiv dhe të rëndësishëm. Këtu kemi ndikimin e hënës në gafore, kemi shenjën e gafores dhe jep mundësi dhe kohë në atë çka bëhet. Kemi ndikimin e Mërkurit, kemi gjithashtu kemi Afroditën që jep mundësi dhe anën pozitive që ka të bëjnë. Por meqense ajo ku është risku që themi ne, Marsi në luan, që është forca, identiteti, ajo që ka bën në rregull gjërat, nga ndonjëherë avantazhi që kanë bashkëshortët janë, po, sjell në shtëpi, thotë, rregulloj tani ku ke për dhënë, ku ke për marrë, sepse vetëm bashkëshortët e kanë atë ndjesinë ose gjërat që janë më të aftra në gjërat që do të bëjnë dhe i dinë më mirë në anën tjetër. Kurse në çështjet që ka bënë, ka një komunikim të brendshëm të shpirtit të tyre që është shumë e fuqishme, që nuk ndërhyn kurkush njeri, as nga pala bashkëshortit, as bashkëshortit. Dhe është një mundësi shumë e mirë. Viti 2026 është viti me lumturinë, me dashurinë dhe harmoninë më të madhe që mund të ketë ndonjëherë. Arsyeja, duke pasur parasysh nëse flasim në 2016, disa probleme që kanë pasur në anën e tyre, duke se tani janë zgjidhur të gjitha gjërat dhe është koha tani për sa i përket takimeve, bisedimeve, mënyrës dhe mundësisë që kanë të bëjnë në anën e vendimeve. Meqense, bashkëshorti ka ndikimin e Mërkurit. Mërkuri që ndodhet në shenjën e gafores tek shenja e bashkëshortes. Është komunikimi, Mërkuri. Apo komunikimi është baza. Edhe prandaj dhe lidhen nga ndonjëherë kur them që dhe na e vërtetojnë edhe njerëzit që na teleshikuesit tanë që na shikojnë që thotë si ka mundësi që kjo është e vërtetë. Është e vërtetë sepse nuk është sekret, kur kemi këto planete, sepse të lexosh një hartë astrologjike është gjë e madhe, dhe është kënaqësi në anën tjetër sepse e shkon dhe vetë tjetër, kur na thonë që kam hënën këtu, kam hënën ose planetet, e do të thotë që është një vërtetësi, sepse nuk ka siç kanë qenë. Dhe çfarë ndodh tani? Momentet dhe koha, rrezatimi dhe ndryshimi më i madh që ka të bëjnë, por gaforia nga ana tjetër ka një kuptim ndryshe. Por çfarë ndodh në anën e ekonomike financiare, duke se është pozicionimi më i mirë i mundshëm i anës suaj për sa i përket çështjeve dhe ndryshimeve që vijnë. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim dhe periudha që ndodhin fenomenet dhe koha e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Që në anën tjetër është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në ekonomi dhe në vazhdimsi. Por megjithatë, tani për tani nuk ka vend për të shqetësuar dhe ky 6 muaj është mjaft pozitiv dhe tepër ideal në zhvillime dhe ndryshime që do të keni. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Atëherë, kemi datëlindje 28 shkurt. 28. Po. Po. I dyti 85. Pra 28 shkurt, 85. 85, po. Ora 6 e mëngjesit. Po.
Interesohem për kunatën time që është në Francë, ka afër 7 vite thot dhe akoma nuk ka marrë një përgjigje pozitive për letrat. Si dhe kur mund të marrë një përgjigje? Është një shkruese e rregullt e jona, kështu që Atëherë, 28 sa shkurt. radhe interesohet për kunatën e saj. 85. Ku ka më mirë që të interesohesh për natë, sepse njëherë konsideron. Njerëzit zakonisht, njerëzit e lindin të krijuesit, nuk diskutohet, por gjatë rrugtimit më varet se si funksionon. Dhe nga ndonjëherë do flasim një moment tjetër arsyen se si fëmia që të jetë sa më afër familjes, sa më afër të gjëra se çfarë mund të bësh. Është një diçka shumë e rëndësishme. Do më rikujtosh, bëjmë disa emisione të tilla lidhje me gjërat që lidhet me astrologjinë direkt. Raste konkret tani. Prej 7 vitesh pra, nuk ka marrë ende një përgjigje për letrat. Por ndodhet atje me ka dokumenta, nuk është se s'ka. Atëherë, ajo jeton në Francë, por për 7 vitesh mbetet ende në pritje një përgjigje pozitive, sa i përket letrave. Se kur mund ta marri këtë, do të na e thuash përmes diskutohet edhe kënaqësia që i mori letër kur ishte në Francë prapë. Po. Kjo ishte kënaqësi më vete. Dhe gjithmonë atëre. E lindur ditë e njëjtë. Kjo datëlindje është një soi që themi askas mbarohet në çdo aspekt. Çfarë ndodh për kunatën tuaj? Me kunatën tuaj, zemër gjerë, e çiltër, e dashur, e nevrika aty ku nuk mban më. Por njerëzit nevrikë dhe të tharët, them unë, janë shumë herë më të në shijen e tyre dhe në atë që ata kanë dhe janë. Në rastin konkret, kemi të bëjmë me një shenjë që ndikohet shumë me drejtsinë e vet. 7 vite që është ndodhet, unë do thosha që ky është viti përfundimtar i lodhjes, i mërzitjes, i stresimit, i gjitha këtyre gjërave. Koha që ndodhin, por kur është e mundur më jorë, se kemi kaq vite dhe këtë vit do kujtohen ata, por do kujtohen janë kujtuar shumë kohë. Për njerëzit që kanë qetësinë dhe nuk e kanë asnjëherë nuk ndihen, e fitojnë me vonesë, por janë shumë të rëndësishëm për ata që bëjnë. Dhe unë i them kësaj datëlindje, sepse ka të bëjnë shumë me shenjën e peshqeve, ku shumë gjëra ndodhin, shumë gjëra startojnë dhe stabilizohen. Këtu tani kemi një indikim shumë të mirë. Kjo varet një individ pastaj për sa gjëra tjera, por unë ja them që të kuptojnë, kemi hënën në binjak, kemi ndikimi që dilema, çështja avokatije, një person problematik, ose keni ndryshuar, nuk e di, diçka ka ndodhur, sepse duhet ishin marrë letrat në fakt, duhet ishin marrë në shtator të 2024-s, ose u shtuaj dokument, ose keni rifilluar disa dokumenta tjerë i dërguar, sepse nga njerë dhe mungojnë disa dokumente që kërkojnë mbas një viti, 2 viteve, ti preti dokumente thot bjerë dikë tjetër dhe rishtyhen. Kjo do të ketë ndodhur, por a i merr këtë dokument pak më së fundi? Unë them po, dhe është e mundur të ndodhi, sepse kemi disa planetet që ndikojnë kaq shumë në çështjet ekonomike financiare, në çështjet që kanë bëjnë me Saturnin, nuk e diskutoj unë që ka vënë dyshim, por dhe anën tjetër që është Plutoni, që do të thotë rëndësi, do të thotë bisedime, sepse akrepët është në akrep, dhe akrepët janë shumë herë më të ndikuar dhe dëgjojnë shumë dhe flasin pak. Në anën tjetër që kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat që ata kërkojnë. Të falenderoj Jorgo, do të kalojmë tek një tjetër mesazh. Kemi datëlindje 26 janar. Po? 87. 26 janar. 87. 87, po. Ora e lindjes 15:40 minuta. 15:40. Kjo është kënaqësi, 15:40 fiks, po. Ditë e diel është nga Pogradeci dhe dëshiron të di për fatin e kurorës. Ja ta shikoj. Edhe njëherë, 26 janar, 87. Ora 15:40. Po, ditë e diel nga Pogradeci për fatin e kurorës interesohet. Okej. Atëherë. Çfarë do t'i themi? Çfarë do t'i themi? Atëherë, më themi që në lidhje me kurorën ne duam dhe i datëlindje tjetër, po
E mbase nuk është akoma në një lidhje dhe dëshiron të di se kur mund të jetë momenti më i mirë mbase ose kur mund të ketë. Atëre, nëse do më pyesje dhe takoshim në kafe dhe në bisedimin sipër, do thoshe që po, kam një njohje, po si të këtë lidhje serioze, se ta marrim kështu. Vetë si person, si ndikim, do ta thosha unë, është momenti dhe mundësia mjaft e mirë që mund të jetë e realizueshme, por kur është e realizueshme? Dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Një nga momentet kyçe të kohës e të periudhës që ndodhin gjërat, është që me qenë se ka të bëjnë në lidhje me ndikimin e hënës, me Saturnin, me Marsin, Neptunin në krahun tjetër, ka një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë. Dhe ajo që unë mund të them, duhet pasur pak vëmendje në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen, sepse tani për tani, edhe pse keni pasur disa probleme, duke pasur Neptuni gjithmonë është një hap para se çfarë ndodh, dhe varet se si dhe ku nisin gjërat. Meqense muaj dhe ndikimi më i mirë, përsa nëse doni ta ktheni lidhje serioze, që keni një njohje për ta kryer lidhje serioze ose të flisni me persona të tretë, është tani që jemi në këtë muaj, por njëkohësisht edhe vazhdimësia ka diçka shumë madhe për sa i përket çështjeve madhore, për sa i përket periudhës që ndodhin gjërat, është një kohë shumë e rëndësishme. Prilli, maj është koha më e mirë e mundshme dhe korriku që mund të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj, për atë çka kërkoni dhe doni. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Kemi datëlindjen 18/7. 76. 18/7. 76. Për shëndetin dhe për punën. 76. Çfarë do të themi për këtë datëlindje? Po. Shëndeti dhe puna. Në lidhje me shëndetin, nuk mund të them diçka shqetësuese. Gafore. Kjo lidhe shumë dhe me komunikimin ose gjëra që ka të bëjnë, por nuk do të thosha problem fare për sa përket shëndetit. Lidhje me punën. Nëse jeni në punë private ose një punë të vetpunësuar, ose punë shteti, do ndryshoni në themel gjithçka. Për arsye, dhjetëdiqi i tretë, i shenjës së gafore si jeni ju, ka një ndikim shumë të madh në lidhje me atë që ndodh për shemb. Se ditë e diel është ditë e diellit dhe që kanë një diele, është një ndryshim shumë i madh që do bëni, sepse punoni shumë, mundoni shumë, lodheni shumë, dhe vjen momenti, jeni pothuajse 5 jek me gjëra që doni të bëni. Dhe nuk ngelen para mënjan ose nuk ngelen disa gjëra ngelen mbasdore. Vjen periudha dhe koha, mundësia që keni në anën tuaj. Duket se kjo periudhë është një periudhë që ka një zanafill, ka një nismë, ka një ndryshim shumë të madh në lidhje me anën tuaj. Por pozicionimi planetar, momenti që vjen tek juve, është një kohë shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme për arsye të punës suaj, sepse ky ndryshim që vjen me hënën në dash ku tjetër. Që do të thotë që është mjaft e rëndësishme edhe për periudhat që ndodhin fenomenet. Dhe kjo do të thotë kohë, kjo do të thotë mundësi dhe rëndësi në gjëra që keni. Unë do të thosha me bindje të plot, sepse ka të bëjnë edhe me çështjet e financave të biznesit, ka të bëjnë edhe me disa ndryshime të njëpasnjëshme që kanë, është momenti më i mirë i mundshëm. Kur është momenti që unë të bëj këto ndryshime më Jorgo? Atëherë maj shtator, me firmë, me vulë, Europola, do më kujtoni, atëherë do me në telefon, të unë e nisa, dhe po më vete shumë mirë, tani më thuj që atë bëjmë tutje, do më thuash. Dhe kjo është kënaqësia që unë ju them. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Kemi datëlindjen 30 maj 64. 30 maj 64. Po. Ka probleme nga ana ekonomike. Është një shkrues i cili në fakt na ka telefonuar dhe
disa kohë më përpara, i kemi bërë një parashikim dhe ka shkruar sërish për të marrë një parashikim në lidhje me ekonominë. Si do të ketë pra, do ketë ndryshime, kur do jetë momenti më i mirë për të pasur ndryshime, sepse vazhdon të ketë probleme ekonomike. Atëherë. Çfarë do t'i themi në lidhje me ekonominë? 30 maj 64. Po. Atëherë. Në lidhje me këtë gjë, ekonominë, domethënë, po duket se zakonisht të shenjës së binjakëve të Lidiçit parë lidhen shumë me kuptimin e jetës, të gjërave që ta do të bëjnë, ose është bërë një harxhim gabimisht, se të gjithë njerëzit, gjithë gabojmë. Na pëlqen të blejmë diçka, por nuk e mendojmë të nesërmen për atë që kemi. Po vjen një moment tani që kjo periudhë që ndodhemi në muajin mars është nga 27 mars deri në 3 maj mund të bëhet një ndryshim i vogël në ekonomi. Mbi stabilizim, do thoni do kursej. Nuk është çështje kursimi, sa çështje se për bërë një diçka të vogël është, nuk është se ka një gjë madhe që nuk zgjidhet ose nuk arrihet. Por një mijë arsye unë them që është mjaft pozitive. Është shumë e rëndësishme për gjërat që do të bëni dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Megjithatë, edhe pse kemi ndikimin me qenë sa afërditash planeti paras dhe i ndryshimeve të mëdha që juve keni në kohën që keni lindur në retrograd, disa gabime që bën, kur themi gjithmonë, mund të ndreqen gjatë rrugës. Ajo që ndodh tani është momenti më i mirë i mundshëm dhe shumë stabilizues për arsye dhe kërkesave që juve keni dhe mundësitë që jepen, është momenti më i mirë i mundshëm them unë që ky harkohor është mjaftueshëm të bëni një përllogaritje ku do të shkoni dhe ku do t'i arrisni. Dhe këtu i arrini nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për gjërat që janë edhe shumë pozitive në vazhdimsi. Të falenderoj, Jorgo. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Sa radhe kemi një çift. Po të ndihmojmë me të dyja datëlindjet, kemi 15/6 97. 15/6. 97. Po. Ora 12 e drekës, ditë e diel. 97. Prit. E ta shikojmë herë këtu te tefteret ne. 97. 15 qershor 97 ora 12 e drekës. Ditë e diel. 12. Po, është ditë e diel. Kalojmë tek datëlindja tjetër. Kjo është Datëlindja që sa po të dhash është e bashkëshortit, ndërsa kjo që po të jap tani është bashkëshortja. 29 i 8. 29 i 8. 2001. 2001. Ora e lindjes 14:45 minuta. Atëherë 2001, ora 14:45 minuta. 14:45. Po. Po. Interesohen për familjen, ekonominë në përgjithësi. Kanë lindur në Shqipëri, por jetojnë në Itali. Si çift. Po. Atëherë 29 gusht 2001, ora 14:45 është bashkëshorti. Është bashkëshortja. Bashkëshortja. Bashkëshorti është 15 qershor 97, po. Ora 12:00. Drekës, po. Jetojnë në Itali momentalisht, kanë lindur në Shqipëri dhe dëshirojnë të dimë për familjen, ekonominë, një parashikim të përgjithshëm pra. Atëherë. Sa i përket familjes, ekonomisë, viti 2026. Çfarë do t'i themi çiftit? Nëse do takoshim në kafe, do i thosha që ishin si çift për shembull dhe ishim duke bisedu në mënyrë bisedime për qef, për kënaqësi. Do t'i thosha bashkëshortes së kësaj datëlindje, thosha e ke marrë qafë burrën e botës. Pse kur e themi këtë, e ke marrë qafë. Dhe e ke marrë vërtet qafë, do ta them edhe arsyeën. Gjithmonë kemi dy datëlindje me shenja të kundërta, të gjëra që ndodh. Kemi bashkëshorten që ka marrë qafë, domethënë, që është virgjëresha. Do ta them arsyeën pse. Bashkëshorti që është të shenja e binjakëve, por ascendenten virgjëresh. Virgjëresha është dy herë në lidhje me familjen, lidhje me gjëra. Është kërkuese në gjëra që do të bëjë dhe mirë bën, por
të dini një gjë sepse ju keni komunikimin e brendshëm më të mirë të mundshëm dhe këtë mbajeni fort. Gjërat që bëni, mos i ekspozoni. Gjërat që keni, kjo është për të mirë kur them ka marrë qafë, sepse çdo gjë bëhet me plan. Dhe nga ndonjëherë gjithmonë bashkëshortet kanë atë që e din që çfarë duhet, që duhet dhe paraprin problemeve. Dhe bashkëshorti është i destinuar që punoj dhe të bjerë të sjellë më tepër dhe gjëra sa natyre, por është diçka që mes jush është diçka shumë pozitive. Mbajeni fort këtë gjë, prandaj dhe kjo më varet direkt nga juve, nga bashkëshortja dhe ka ndikime shumë të mira. Ta garantoj me 1.000.000% për këtë, sepse bashkëshorti ka ndikime me shumë fat. Fatin e shtëpisë e ka bashkëshorti dhe këndo që bëjmë planetet është diçka shumë pozitive dhe në lidhje me ndikimet, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime që merrem, është koha mjaft pozitive, sepse bashkëshortja ka ascendente në shigjetar që i paraprin çdo gjëje dhe aska zbarohet atë shtëpi dhe kështu ka përqen tërë jetën në lidhje me harmoninë që keni, në lidhje me njëri tjetrin. Juve e keni sepse këtë e keni të arritur dhe nga prindrit të dy palëve, si nga bashkëshortet dhe juve, e keni mundësin dhe është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Do vi një moment, nuk e di arsyen, por bashkëshorti me një punë të dytë që po pret ta realizoj dhe është koha, është momenti, periudha, sepse me Plutonin në shigjetar, ku ju keni ascendentën shigjetar, bashkëshortja, ka ascendentën shigjetar. Dhe me qenë se bashkëshorti ka lind ditë diele, dhe të vërtetojmë, dhe në anën tjetër kemi komunikimin, bazën që ka lindur ditë mërkure, bashkëshortja, dhe janë gjitha gjërat të përputhur, kur kemi përputhshmërinë, edhe sikur të tjerat të ndëhyjnë në negativitetin këto të dërguarit, se Zoti s'ka punë tjetër, i dërgon këta për të rregulluar këto gjëra, domethënë. Dhe këto e kanë kuptuar njerëzit tani se me ta mashtrimet që bëhen këtyre jo po magjira që po këto idiotësira thamë unë thonë, sepse janë për që nuk ka lidhje. Prandaj mos besoni në gjëra të tilla. Kjo është diçka shumë e madhe, pozitive në ekonomi dhe në stabilizime. Gjithçka ndodh, gjithçka arrihet fal zgjuarsisë dhe maturisë që ata kanë. Dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër i mbar. Do vi një moment që do të keni një blerje dhe atëherë do më kujtojnë dhe mund dhe Adelinën, e vinë, janë gjatë rrugës për të ardhur. Dhe kemi dhe mundësi më të mirë të ardhë përsa përket gjëra që do të bëni në jetën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. 2026 deri në maj të 2026 në shtator dhe në maj në 2027 keni një herë kohor për bërë çfarë të dojë barazë mësuaj, po të keni mundësinë e ekonomisë për të zgjidhur problemet që mund të dalin gjatë rrugës. Është diçka shumë pozitive. Me sa duket ëmbëlsira do mbeten të gjitha për në prag të pranverës, fillimi i verës, sa ëmbëlsira. Nuk diskutohet. E ku ka më mirë në fakt që të ketë lajme pozitive. Bëjmë shaka për ëmbëlsirat edhe urojmë që jetët tuaja të jenë vërtet të lumtura sepse i meritoni të gjithë lumturinë. Do të kalojmë tek një datëlindje e fundit, Jorgo, sepse për pak jemi drejt fundit. Atëherë kemi datëlindjen 8/10. Po. 97. 8/10. 97. Po. Ora 10:40 e mëngjesit. Po. Si do të shkoj puna, dashuria dhe fati. Dhe ja tek dalim sërish tek ëmbëlsirat, tek dashuria. Lidhje me dashurinë. Dhe fati, çfarë do të themi për punën, dashurinë, fatin? Po. Një parashikim të përgjithshëm për vitin 2026. Kemi 8 tetor 97 ora 10:40. Po. Që ka lindur ditë mërkure, është peshore me ascendente në shigjetar. Me ascendente në shigjetar, po, kjo periudhë, nëse flasim të kësaj jave, të mërkurën dhe shikoni, që do fillon disa gjëra që të duket e çuditshme juve, po i keni gjithmonë në lidhje me stabilizimin. Ndryshe kur kemi një njohje, unë e them stabilizim dashuri me shikim të parë një dhe dashuri që e realizuar dy. E realizuar që do thot po tani është gati që të shkojnë të zgjerojnë miqësinë në lidhje me prindrit e vajzës dhe prindrit e djalit që të afrohen më tepër dhe të krijojnë një fejesë, se sot ka ardhur koha pritet për fejesë, mbaron punë. Po. Direkt edhe pa bërë mirë, pa marrë nga fura, ka përfunduar. Kështu që gjëra që ndodhin tani në këtë periudhë është periudha më mirë e mundshme për 2026. Unë do thosha, tani që jemi në këtë javë,
të shikoni dhe të më kujtoni, e hënë e martë e mërkure e njëte, të kësa jave, bini pas të më kujtoni. Kurse kemi javën, muajnë tjetër, në muajnë prill, keni marrë vendimet të rëndësishme. Dhe kjo mund të realizoni, atë ku dëshironi, dhe është koha juaj dhe momenti më i miri mund që mi qenë ndonjëherë, sepse në disa raste do e shikoni dhe vetë, sepse e keni ndërmend për të bëni diçka. Jeni shumë sekrete, mbani sekrete. Por unë do t'ju thosha, sepse njerëzit dinë ditë mërkure, por me ashtë të shikitar dhe me shenjë peshore janë shenjë ajri, dhe i marrin direkt dhe i ruajnë për gjëra që do të bëjnë. Dhe kjo do thotë siguri dhe mundësinë të ardhmet afërt. Gjithçka është më së mbarë e më së mundet të ndodhi. Të falenderoj, Jorgo. Me sa duket kemi kohë për një mesazh tjetër, kështu që po të jap dhe një datëlindje të fundit. Atëherë kemi datën 21 i 12-ti 2001. Sa i përket fatit dhe dashurisë, si do t'jetë ecuria për këtë vajzë, interesohet nëna e saj, ka pasur një periudhë, ka pasur një shkëputje, pra një ndarje me një person që ishte në njohje, si do t'jetë ecuria. 21 dhjetor 2001 ora ishte? Orë lindje nuk kemi. Okej. Nuk kemi atëherë. Vendosim orën e astrologjisë. Si duket fati i saj, për këtë interesohet, është e merakosur. E merakosur. Sepse nuk i ecin lidhjet. Nuk ecin, po. Thotë që edhe kur ka njohje të tjera, vjen një moment që shkëputen dhe nuk shkojnë më tej. Pra, mbetet vetëm në fazën e njohjes. Atëherë, shko çfarë ndodh. Këtë jemi pak koshient me gjërat që neve themi. Është shigjetare. E kemi thënë gjithmonë, po të vini re, dakor të vere se ti po bësh gjysë astrologët, të bësh astrologë plot, domethënë, astrologë tamam. Ajo që ndodh kur kemi ndikimin hënën, kjo është lëvizje boshe. Lëvizje boshe do të thotë nga shenja në shenjë, për shembull, këtu kemi për shembull dashin, edhe do shkojnë tek demi, po është këtu. Në kufi, edhe lindja, edhe hëna. Dielli dhe hëna, kur ndodhet këtu, nuk është as në dash, po as në dem, është problem fatal. Bëhen lidhjet për shembull, dhe po të ecin pak më tutje. Kur niset lidhje niset e hëna, e martë, e mërkure, e njëjtë, e premte, ka dhe këto ndikime shumë të mëdha. Pse them kur shikoj çfarë dite është? Se ajo ditë ka të tjera gjëra që lidhen, por kjo është një moment tjetër që ta shpjegoj. Pra ka të bëjnë në lidhje me këtë ndikim. Atëherë, kjo datëlindje për shembull, e ka këtë problematik, dhe kjo problematik tani që ndodh, dhe po ta shikojmë me imtësi, ndodh që hëna në peshk është intuita dhe zhvillimi i ndryshimit të madh. Ka të bëjnë në lidhje me shigjetare. Në anën tjetër sepse kërkon siguri. Vërtet rrëmbehet, merakoset pastaj, dhe nuk i del dot nga mendja ajo që ka ndodhur më përpara. Dhe kjo zgjat 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj. Dhe nuk do të njerit t'i afrohet, dhe jo më të bisedojmë për dashurinë për gjëra. Dhe unë i them kësaj datëlindje, edhe mama se është shqetësuar, jo për datëlindje, për mama që ta dëgjojnë se ajo që ka datëlindje që është shigjetare, di shumë, nuk duket diskutoj. Sepse shigjetarët janë gjuri furi, por ama kur marrin vendim, pik. Por mos mërzitet prindi, i thot një fjalë të ëmbël, që thot po unë do vazhdoj do kem. Çfarë i them unë? Shikoni tani këtu. Zërë se unë nuk thash, po ju e kuptoni si hartë ose hartë natale. Por asnjëherë, se shikojnë hartat në më dërgojnë hartën, kam këtë datëlindje me hartën. Nikoj që, sepse ajo harta nuk të tregon asgjë, por nuk e shpjegove, sepse ajo të tregon në mënyrë se çfarë është Saturni, çfarë është kjo, çfarë ndikon, por nuk ndikon me këndet që bëjnë. Këto janë këndet, nuk janë shenja si shenja s'japin asgjë, ose planetet ku ndodhen, po pse janë aty dhe çfarë do të bëjnë? Janë disa çelësa kryesor në fushën astrologjisë, dhe ta kuptojmë. Tani, ta shikojmë këtu. A jemi këtu në kufi, po thuaj se, të ndikimeve, të diellit. Dhe dielli është në shigjetar. Por ama, në rast konkret, jemi afër Britçapit, që marr vendimet, dhe kur marr vendimet atëherë do veproj. Dhe koha tregon që është momenti dhe koha tani. Nëse që të bëhet një ky stabilizim, që të jetë një stabilizim, do që njohja të jetë 3 muaj, 90 ditë. Mas 90 ditë bën çfarë do para se postuaj. Po 90 ditë
bisedojeni, shikojeni, dhe i keni plot kohën e duhur për të vendosur për jetën për të ardhmen tuaj. Jo sot për sot, e nesër pas nesër, është njësoj që themi të pasurohesh për një natë. Ose do i bëj gjithë, pastaj të ve helikopterin lart mbi taras, edhe atëherë do martohem. Nuk ka lidhje. Por rasti konkret është 3 muaj. Këto 3 muaj e jeni gati, përgatituni për muajin prill, do më kujtoni. Atëherë do më thonë, "Jo, unë kam gjetë tani, po çfarë drejtë të bëj që të stabilizoj për të ardhmen." Kjo është diçka mjaft pozitive. Atëherë do të them dhe se çfarë do të bësh, edhe atëherë marrun përgjegjësinë nëse të del gabim. Ndërkohë ne presim që na dërgoj dhe datën, orën e saktë të lindjes për një parashikim më të detajuar. Ose në privat pastaj. Po, patjetër. Me shumë kënaqësi, Jorgo, të falenderoj për gjitha parashikimet. Uroj dhe ju të jeni të kënaqur me gjitha mesazhet që kemi parashikuar sot dhe ju falenderojmë edhe një herë për durimin që tregoni dhe besimin që keni treguar në këtë emision, timin dhe Jorgos. Duke ju uruar një të hënë sa më të mbar dhe një javë sa më të mbar, gjithashtu do ritakohemi sërish nesër. Nga unë Adelina, gjithë të mira. Jorgo. Gjithë nga na ime, kjo ditë e hënë mbart në vetvete sekretet të mëdha. Ekonomi, dashuri. Shikoni, rishikoni, se do më kujtoni në fund të javës. Prandaj bini pas edhe në këta. Ju takofshë.